Si e shpjegoni sot djepdalin me qika? Bëjna moralitet me to edhe thojnë nuk po përshtatemi, dhe më thonë edhe ndahen hala pa u feju, pa u martu thjesht, dalin poshtë e nalt, me këqyra po përshtatën ata. Si e komentoj, si e shpjegoj? Kjo është budallakia e këtij zamani. Pastaj, pse mos me bata djem ashtu kur gjojnë vajza budallica? Pse mos me ba? Hajde, po, me ty kam u feju, me ty kam martu, ta shojmë apo për qysh jo, kur s'lan ty, me ty s'ka, ti e vajza ma mira në botë. Esh deri ta qojët e motel filane, edhe masani na di qka s'po përshtatëm. Hoxha, mos i kanë bo djalit se shumë bre më ka dashtaj, se qka për 1 minut në roj djali, normal që i kanë ru. Hoxha, qa mi bo masani? Jo mi fryj dy që, ja. A i s'do të fryj, a i do dajak. Po mas pari do në ti dajak. Që e jep një shans të tilë, rrugaqave. Edhe në këtë form e gjojnë si arsuetim se jo na patëm jetën e mirë, por s'u ban. Qështu kur e lëshon njerëzit rrugën e Allahit prej fillimit, edhe nisin sanët me haram. E prindërt kur ju këshillojnë, e mas e beni amenën, si ngoni. Rune moralin o i vajza, rune moralin o djem, për i zatë Zotit. Larg haramit. Mos prek në derin e huj, mos e mashtro vajzën e huj. O i vajzë, tut ju Zotit edhe ti, mos bjerë prej e loj rrugaqit. Allah ju falt, Allah ju përmirësoft, Allah ju proft në veti, në dinën iman. Kjo nuk është në rregull absolut. Pa marrë parasysh çfarë jete keni, çfarë fjalë fol djali ose çika të mira dhe ta marrë mend e qeni sinqert, këto gjëra nuk bëhen. Allah i kalon të sakta të qarta këto mesele. Kush i të i kalon, i vun pasojat në dunja dhe në ahiret.